mendoj që pikë së pari sot është një datë të shënuar, një datë e rëndësishme. 17 shkurti para se me dalë të marshi është data më e rëndësishme e popullit të Republikës Kosovës, duke e marrë parasysh që kjo datë nuk bën ndesh as me 28 nëntorin, pra është një datë e rëndësishme. Politika është arti i sëmundshmës, jo idealizmi. Ka plot shtete në botë që kanë të drejtë me ekzistu, për shembull ta marrim shembull Kurdistanin, kurdët nuk kanë shtet, por ne fal politikave të mira që kanë arritur mi bë lider ton, fal urtësisë së popullit ton, e cili gjithmonë ka ditë të rreshtohet, e kemi shtetin dhe ky është një lajm i mirë dhe është një arritur e madhe për të gjithë shqiptarët anë kënd. E rëndësishme është që ne jemi dy shtete të cilat duhet të jemi edhe vllazërore, pa diskutim. Dhe shqiptarët e Kosovës duhet të duan simbolet e tyre, duhet ta duan flamurin e Kosovës, i cili ka filluar me bë histori. Shkon e thonë jo Majlinda Kelmendit nuk ban ky flamur, ajo sa herë ka ngritur në Olimpiada dhe sa herë na ka bë krenar. Unë sa herë shoh Kosovën duke shkëlqyer dhe duke dhënë golla, për shembull Vedat Muriqi, krenohem, gëzohem dhe ky flamur më bë më përlot, sepse me këtë kemi filluar të krijojmë identitet dhe gradualisht ky flamur është duke lëshuar rrënjët, sikur se flamuri kombëtar që i ka lëshuar rrënjët me kalimin e kohës, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket marshit të sotëm, sot populli i Kosovës foli, tregoi unitet, tregoi bashkim, tregoi vendosmëri dhe tregoi sinqeritet. As nga brenda, as nga jashtë Republikës Kosovës nuk mundet kërkush me përdhos të vërtetën tonë historike. Ushtria qërimtare e Kosovës është akti më i lartë, sublim i të gjithë shqiptarëve, është guerilja më e fortë e cila ka ekzistuar në ndonjë vend të botës që ka rezultuar me krimin e shtetit Republikës Kosovës. Sa i përket protestës, unë kam marrë pjesë në protesta të ndryshme, kam qenë student, nëse s'ka bëj ose kam qenë nxënës në shkollë të mesme dikun, kur është liru zotri Fatmir Limaj, ishte një protestë e madhe, mirë po kjo mendoj që është dyfishi i asaj proteste. Për shkak se unë nuk kam parë rrugë të mbushura të Prishtinës me kaq shumë njerëz, sikurse që sot. Dhe kjo natyrisht fal deklaratave dhe kërkesave sharlataneske, jo profesionale, abuzive ndaj shtetit Republikës Kosovës të ashtu quajturve prokuror, të cilët siç thoshte Edi Rama më shumë janë idiot se sa prokuror, cili është ai gjyqtar i cili guxon me dënu Hashim Thaqin dhe krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës me këtë numër të madh të njerëzve anë kënd Kosovës dhe anë kënd rrugë shqiptare. Kjo është një alarm për të gjithë ata që guxojnë me i ratë çekanit, ata gjyqtar me marrë një dënim për Hashim Thaqin. Unë po ju tregoj, vetë ju s'është kërcënim. Po kjo tregon që nëse ato ju nuk ka kërcënim. Gjyqtari këshyr veç fakte në fund ditës. Është për arsye se nuk ka fakte. Okej, tash jemi në rregull. Nuk guxon dikush për mbi fakte, unë vetëm ta përfundoj se nuk e përfundova. Ai gjyqtar i cili merr guximin që në mungesë të fakteve të dënoj krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, unë me vëmendje i kam përcjellur edhe dëshmitarët. Me vëmendje të shtuar i kam përcjellur edhe prokurorët, ju vetëm tash, por një kam përcjellur vazhdimisht dhe me një pasion. Asnjë pretendim i prokurorisë nuk është serioz. Dhe asnjë të paktën, asnjë dëshmitar i prokurorisë që unë e kam parë, e kam shikuar me vëmendje, nuk ka qenë serioz. A dini ju për çfarë arsye akuzohet Hashim Thaqi? Hashim Thaqi akuzohet me shokët e tij, me Kadri Veselin, Recep Selimin e Bacen Jakub, akuzohen pse kanë qenë pjesëmarrës dhe themelues të ushtrisë qërimtare bashkë me Adem Jashar. Kjo është akuzë pa qëndrueshme, sepse nëse ti guxon me dënu zotrin Hashim Thaqi, ti komplet e kriminalizon ndërhyrjen e NATO-s dhe ndihmën që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës. Dua të them diçka. Ai gjyqtari i cili guxon ta merr këtë vendim duhet të di që ka me pas pasuja. Nëse janë të interesuar ata me pas pasuja në Ballkan për një padrejtësi, atëherë në rregull. Edhe popullin shqiptar kur i ka dënu sistemi Jugosllavisë dhe politika serboslave e ka ngjall dhe ka detyruar që me rebelu popullin ndaj atij sistemi. Se në atë ku ka pas njerëz të dënuar. Pa merit. Mirë po e ka unifiku popullin dhe kemi arrit të ku jemi. Dhe ka ndiku direkt në shpërbërjet e Jugosllavisë. Nëse epilogu përfundon me dënim, do të rebelohet. Ky është një gjendje e nderuar në Ky është një alarm. Unë i bindur jam, nëse ka drejtësi, sepse populli nuk janë aq naiv.
kjo protest gjithë popullore ishte një mesazh i atyre njerëzve që e kanë gjallur në Kosovë një frym të vdekur Jugoslove, i analfabetve të cilët nuk e kanë as idenë se çfarë shkruajnë e çfarë komentojnë kundër kreve të fuqikës, dhe kjo është nxitur nga njerëz që sot janë në pushtet. Ti sot e ki një kryetare të kuvendit, e cila zotrit Kadri Veseli ka thonë kriminal. A dini pse i ka thonë kriminal? Për arsye se ai ka qenë shef i Shikut. Për çat arsye ka thonë kriminal. Zotrit Hashim Thaçi i kanë thonë hajn. Pastaj i kanë fyer të gjithë krerët të QK-s. Nuk i kanë fyer për shkaqe etik dhe moral, por i kanë fyer për mi delegitimu dhe mi sulmu ma lehtë. Në rastin kur janë ndërzu krerët të ushtrisë shërbimitare të Kosovës në Hag, aspekti i tyre, populizmi, po mënej përkraja popullore dhe heshtja përkraja popullore nuk ka qenë në nivelin e dur, për shkak se një pjesë e qytetarëve kanë kriju hamendësi, dhe sot i ki këta zotrit në pushtet, që 7 vite janë në pushtet, 7 vite, për viti 2019, kanë betë të shlajfit, dhe narrativa e tyre fatkeqësisht po të regën që ka fillu me ngurë. Dhe tash, jo, veç ta përfundoj tani ndërhyrje. Pastaj është një diçka. Të gjitha ta, në momentin kur zotri Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Baci Jakub, e Recep Selimit kthehen në Kosovë, këta do të mi kërku falje qytetarëve të Republikës Kosovës për moralin që e kanë shitur, për luftën e pa kompromis që kanë bërë kundër shtetit Kosovës. Madje këta nuk kanë deklaruar anjojnë shtetin e Kosovës. Unë mendoj që këtu ka nevojë për një bashkim qytetar, mirë po ka nevojë edhe me ja tregu vendin atyre që ose janë emotiv pa shkas, ose me shkas, ose janë njerëz që të kanë deficite personale. Edhe një diçka, në vitin 2007, Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, ka protestu kundër bërjes së shtetit e Kosovës. Kjo është fakt. Dhe sot dele manipulën, delje postim, të ajo ka ndiku që na me kriju shtet. Kjo është prall dhe kjo është ofendim inteligjencës qytetare. Ajo që ka do të thëmë si përfundim është që për mua sot ishte fest, por të njëjtën kohë ishte edhe mërzi, ishte edhe një nostalgji, ishte edhe një gatishmëri e imja, sepse në luftë kam qenë natyrisht i ri, Dardondi ka qenë edhe ushtar me sa di ushtrisë shërbimitare të Kosovës dhe absolutisht nuk ka kush që ka flet për kombëtarizëm para persona ose njerëzve dhe familjeve të sa të kanë kontribu për këtë vend. Mirë po, unë personalisht vi nga një fshat, nga një vend ku kam të vrarë të afërm, vetëm në fshatin tim janë bërë 4 masakra, ka ushtar të vrarë të ushtrisë shërbimitare të Kosovës në front, kok me armikun, dhe ku armiku ka pësuar humbje, dhe e di dhe e përjetoj dhe si fëmije kam përjetuar në lëkur luftën e pushtuesit dhe si fëmije jam gëzu kur e kum pa se cilin ushtar të ushtrisë shërbimitare të Kosovës në atë ku. Madje e kisha si ëndër kur u flet kënë kuën që ka ndal ushtria shërbimitare dhe janë në atë kuën kur ishin me Moskën, isha fare i vogël, mirë po e kujtoj me dashuri dhe me nostalgji atë. Dhe mendoj që natyrisht që du të jemi të bashkuar, por para se të jemi të bashkuar, këta persona që sot përpiqen ta përcjellin rrjedhën e popullit, siç është presidentja, siç është të shtatë zotri Kurti dhe disa njerëz tjerë, duhet t'i kërkojnë falje qytetarëve të Republikës Kosovës për gënjeshtat dhe pollavrat dhe akuzat pa kur farë mbulesë që i kanë bën. Se sot me fjalë tyne, njerëz sot janë e Hag. Pastaj e dyta, ministrët e drejtësisë e ki personin, ministrët e drejtësisë e ki personin Donika Gervolla, e cila ka thonë që në ka me qëtë dosin e Hag, dhe e ki Demal Boshën që ka punim kundër ushtrisë shërbimitare të Kosovës, i cili ka thënë që ushtria shërbimitare të Kosovës furnizohet me para të pista. Jo, këtu janë sene që du të mi thonë, për arsye se këtu po përsëritën, por nuk ban mi harru. Kjo është fakt. Armen, Po festën e uruvane, por që të regova edhe të vërtetën